Shikues, vëllezër dhe motra, përkujtoj veten pastaj dhe juve. Nesër është ditë e madhe. Është natë e madhe në të cilën Allahu subhanahu wa taala është betuar në Kur'anin famlart. Dita e Arafatit. Pejgamberi ynë Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë: nuk ka asnjë ditë tjetër në të cilën Allahu liron më së shumti robër të vet nga zjarmi i xhenemit se sa në ditën e Arafatit. Ditë shumë e madhe. Mos ta humbim kohën kot në këtë ditë. Ta fillojmë ditën e nesërme me agjerim, inshallah taala. Është shumë sevap dhe shpërblim shumë i madh tek Allahu azza wa jall kush agjeron ditën e nesërme, me fillu këtë ditë të madhe dhe natë të madhe Kurban Bayramit me agjerim. Shpërblimi është faljet gjunave për 2 vite. Dua dhe lutje, sa të kemi mundësi, para dite, mas dite, deri në mbrëmje. Duke thënë, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sepse duaja më e mirë në të cilën bëhet, ka thënë pejgamberi alayhi wasallam, është duaja në ditën e Arafatit. Pendohemi tek Allahu, të kërkojmë falje nga Allahu subhanahu wa taala. Lusim Allahun që Allahu të na i falë mëkatet, gjunat, dhe lusim Allahun që Allahu të na lirojë nga zjarmi i xhenemit, sepse në ditën e nesërme Allahu liron më shumë robër të vet nga zjarmi i xhenemit se sa në muajin Ramazan. Allahu na bëf për atyre që ti regjistroj emrat tona në listën e banorëve të xhenetit dhe ti shlyje emrat tona prej listës së banorëve të xhenemit. Lusim Allahun çdo të smuar Allahu ta shëroj. Lusim Allahun çdo të smuar Allahu ta shëroj. Të vdekurit tan Allahu ti mëshiroj ya Rabbel Alamin. Ndërsa neve që jemi gjallë, e lusim Allahun që Allahu të na udhëzoj, rinin ton Allahu të udhëzoj, të rritë dhe të reja tona Allahu t'i përshëndoj në Islam, fëmijët tan lusim Allahun që Allahu t'i rritë në frymën Islame ya Rabbel Alamin. Ju lëm në mëshirën e Allahut, në rahmetin e Allahut te bareke ve teala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.